Rikthehemi në studio në MCN Informacion në këtë pjesë të fundit, ku do të flasim për sport, superiorja në finish, por asgjë nuk parashikohet. Me mua në komunikim të drejtë për diskutuar do t'jetë trajneri futbollit Ergjys Luga. Si çdo ditë tjetër në fakt në MCN Informacion në pjesën e fundit, ne flasim për sport dhe sot do të ndalemi tek superiorja e cila është në fundin e saj, kush rrezikon më shumë dhe objektivat në superiore. Kategoria e parë, flamurtari në transfertën për superiore, është në komunikim të drejtë për drejtë me Skype vetëm pas pak Ergjys Luga, trajner futbolli. Ergjys, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ergjys, ti e njohës i mirë i Superligës, por edhe i kategorisë së parë, flasim pak për këtë fund të garës në kampionat. Asgjë nuk është përcaktuar ende, me sa duket skema e kampionatit në një mënyrë apo në një tjetër po funksionon. Është akoma skema është herët për të thënë që funksionon apo nuk funksionon, por në këmbështrimin tim mendoj se është një skemë e cila ka prodhu rivalitet, ka prodhu dhe konkurrencë. Që të vërtetohet për mënyrën e funksionimit, atëherë ne na duhet dhe disa vite tjera, sepse vjet u shpall kampione, për shembull, skuadra e vendit parë, e cila ishte më e mira. Por zakonisht në kampionatet e tjera ose në skemën e vjetër që kemi pas neve, jo gjithmonë më e mira fitonte. Dhe kjo e bën futbollin dhe më të bukur ndonjëherë. Por duke parë Superligën shqiptare, duke parë gjithmonë këtë ndarjen e grupeve, ndarjen 5-5 të në fundi i kampionatit, gjithmonë ka një ndarje mes skuadrave të cilat janë më cilësore dhe skuadrave të cilat janë më pak cilësore, atëherë ne shohim që ka një ndarje të mirë, por një ndarje e cila është dhe në mënyrën e buxhetit skuadrave të cilat sa ato kanë shpenzuar. Në kampionat shqiptar zakonisht ndodh që edhe skuadrat e vendeve të fundit ose skuadrat e fundit të klasifikimit, ato janë gjithmonë për të luftuar, janë gjithmonë kanë qenë aty. Këtë vit është pak më ndryshe, sepse këtë vit, duke parë edhe skemën e re, këtë vit është më shumë konkurrencë se vjet, por që... Çfarë ka rrezikuar më shumë kjo skema e re, Ergjys, tek skuadrat? Në ç'pik i ka rrezikuar skuadrat më shumë? Shiko, me këtë skemën e re, gjithmonë mund të jetë dhe ekipi i vendit 7, për shembull, i cili mund të pretendojë mund të shpallë dhe kampion. Kupton, është dhe ekipi top i 7 i cili mund të kapi një për 2 ndeshje të fundit, mund të marri të shkojnë vendin e 4, atëherë ajo direkt kalon për të fitu kampionatin. Kupton, shkon çika. Është më të vërtetë është një skemë e cila po prodhon deri diku konkurrencë, por e thash edhe më përpara që do na duhen edhe disa vite të tjera që ta themi. Pra, favorizon apo rrezikon më shumë për skuadrat? Sepse ka qenë një skemë që është përfolur shumë, në fakt edhe është diskutuar shumë. Unë them që janë të dyja, edhe favorizon edhe rrezikon. Se edhe që mund të jetë ana sjell, ose që thash më përpara. Edhe skuadra e vendit 4 marrin vendin e fundit top 4-it, cili është koincidon me vendin e 4, edhe ajo mund të jetë rrezikuar të luajë një ndeshje play-outi dhe mund edhe një ndeshje teke të zbret nga kategoria. Kështu që për mendimin tim i ka të dyja brenda, edhe rrezikun edhe fitimin, edhe të mirën. Në objektivat e mbetura, kush rrezikon më shumë objektivin në çdo zonë të klasifikimit, të kualifikimit? E fortë, është luftë e fortë. Nuk mund ta them dot me bindje, por janë skuadra e Laçit deri tani është ajo që është për momentin në shefundit. Ka dhe 2 ndeshje tjera, por janë për tu parë, sepse është luftë e fortë është midis vendit të 4 dhe vendit 5, gjithashtu siç është Partizani me Elbasanin, ku ka një përballje direkte për javën e fundit. U shoh konkurrencë, kurse për 3 skuadrat e vendeve të lartë, siç është Vllaznia, Tirana, Vllaznia, Egnatia edhe Dinamo, këto janë për të parë. Tani në aspektin trajnues,
në aspektin trajnues, atë të garës, por edhe të elementeve, çfarë ndryshon Superioren nga kategoria e parë? Shiko, Superioria normalisht ka futbollistë të cilët ka dhe buxhete më të mëdha, ka dhe futbollistë teknikisht më të zot. Kurse kategoria e parë normalisht është një kampionat i cili këtë vit, por këtë vit kam ardhur unë, por edhe vitet më përpara, unë kam parë që ka futbollistë shumë të rinj dhe janë skuadra të cilat japin shumë prioritet futbollistëve me moshë shumë të re dhe po e bën një tip vitrine për kategorinë superiore. Unë kam pas drejtuar Erzenin dhe normalisht unë kisha në kontingjentin tim kam pas lojtar me mesatare 19.9, cila është të ketë një skuadër superiore këtë lloj moshe mesatare, mund të jetë shumë e vështirë për t'ia dalë. Por normalisht kjo është diçka e mirë për kampionatin shqiptar, i cili po jep edhe me planet e federatës, të cilat po rrisin shumë, le të themi, cilësinë skuadrës, por ka mbetur akoma infrastruktura e cila nuk është akoma aty ku duhet. Të javë përcaktohet dhe skuadra e dytë e Superiores në një sfidë siç është ajo mes Vorës e Flamurtarit, parashikohen surpriza, çfarë pritet? Është finale e bukur, sepse po ta shohim si shkoi Flamurtari lozi kundër Erzenit, dhe isha duke e parë vetë si ndeshje. Normalisht që ishte një ndeshje e cili skuadra e Erzenit e vuri jo pak vështirësi, por Flamurtari arriti ta zgjidhë me lojtarë me cilësinë që ka dhe patjetër edhe me thellësinë, se ka lojtar jashtëzakonisht shumë mirë të paguar. Por me Vorën do jetë pak e vështirë, sepse Vorën nuk e di, me ca lexova në një intervistën e Bellajt, i cili u shpreh që me Flamurtarin do të provoj formacion tjetër. Pra me Kavajën kishte lojtarët cilët ishin lojtarët e alternativës, i futi ndeshjen e alternativës dhe humbi 1-0. Dhe normalisht Vora është jashtë objektivave, por normalisht do me thonë Vora i ka kalu objektivin e vet dhe po loz vetëm për vitrinë tashmë, vetë thjesht për të respektuar kampionatin. Por normalisht që aty që bëri edhe me Vorën, unë mendoj se duhet ta bëjë edhe kundër Flamurtarit. Me aq sa njëti skuadra që do të fitojë play-offin e kategorisë së para, ka mundësi ta mposhtë Teçen e Superiores? E vështirë është, varet kush do të jetë, sepse është edhe një javë për thënë dhe besoj se skuadrat që do lozin play-offin do të përballen me njëra tjetër dhe më pas ajo që del do të bëj finalen me skuadrën që del nga Superiore me play-out. Është vështirë sepse Superioria ka skuadra mirë investuar, ka skuadra shumë të forta, skuadra teknikisht lojtarë të përzgjedhur në mënyrë më me detaje se kategoria e parë. Por që në futboll normalisht çdo gjë mund ndodhi, sepse është futbolli shqiptar, sidomos futbolli shqiptar është i paparashikueshëm. Jo vetëm Superioria kategoria e parë, por po bëhet lufta edhe në kategoritë më poshtë, por nuk është se kam parë ndonjë surprizë deri tani. Por mendoj që skuadrat për ta lidhur këtë dhe me pyetjen që më bët, besoj se skuadra e Superiores mendoj se do të jetë më avantazhuar. Pikërisht duhet të parë kush është në letër. Normalisht që është provuar dhe më përpara dhe nuk është parë, domethënë se edhe ky sistemi i vendosjes së skuadrave në play-out është vendosur disa vite më përpara, që një skuadër e vendit tretës nga fundi të lozi një play-out, gjithmonë janë kualifikuar skuadrat e Superiores. Kështu që edhe këtë vit nuk shoh ndonjë diferencë, kush e di se çfarë. Ergysa, ka kategoria e parë elemente për Superiore ku duhen hedhur syt nga klubet e elitës? Ka, patjetër që ka. Ka lojtarë të cilët janë lojtarë me potencial shumë të fortë, por që normalisht i duhet punë, sepse në kategorinë e parë nuk është se ka dhe shumë investime të forta, por ka lojtarë të ri, cilët janë lojtarë që janë përzgjedhur nga akademitë e moshave, janë diku ke normalisht 3 klube siç kam qenë unë, Erzeni, Apollonia
edhe deri diku skuadrat mos gaboj skuadra e Valbonës, kemi qenë 3 skuadrat me moshë mesatare më të re, dhe normalisht kam parë shumë cilësi, kam parë shumë potencial të futbollistëve, sidomos të disa futbollistë të mi, por edhe ke skuadrat e top kaçes të kategorisë parë, normalisht dy gërshënus, po ashtu dhe është Ruzgis dhe Faruku dhe Florenc Faruku, i cilët kanë bërë kampionat jashtëzakonisht shumë të mirë. Pa dashur, pa përmendur dhe ekipet e tjera kanë treguar cilësi, megjithëse ka pas dhe ekipe të cilat kanë punuar më shumë për të ngritur kategori superiore, për të cilat nuk kanë arritur për arsye të ndryshme, por që normalisht edhe ato janë bazuar në këto elemente, në këto talente të reja. E vetëm me skuadrë që ka pasur guximin të provoj lojtar 16 vjeçar ka qenë vetëm skuadra e Vorës, kurse të tjerat më pas nuk është se kanë rrezikuar deri te lloj pike, sepse të fusin 16 vjeçar normalisht që do pa guxim dhe nga ana trajnerit. E qartë, sa cilësi pra ka patur këtë vit me lojtarë që kanë hyrë në klubet e ndryshme, si në superiore, po ashtu edhe në kategorinë e parë? Cilësi ka pasur sepse kategoria e parë i ka marrë lojtarë më shumë nga lojtarët me potencial më të madh nga skuadrat e U21-shit. Kurse superiorja normalisht i ka lojtarë të blerë. I ka lojtarë, nëse nuk e përmbushin dot me lojtarët vendas, atëherë skuadrat superiore kanë më shumë le të themi kanë më shumë hapësira për të blerë lojtarë nga jashtë shtetit. Dhe kështu në këtë mënyrë ato i kanë miksuar dhe kanë krijuar skuadrën që në fillim kampionatit. Ergjys, dua të pyes edhe për sa i përket Tiranës, a të bën përshtypje një Tirana aktuale, një skuadër që në fakt duhet të ishte në Final Four, që në fakt po noton në ujëra të turbullta ende duke rrezikuar edhe mbijetesën e saj në superiore. Pra ka diçka që nuk shkon këtu? Problem, sepse e kemi parashikuar gjithë si specialistë, e kemi parashikuar Tiranën që do të ishin në këto ujëra, duke parë dhe elementet cilët ka përzgjedhur, nuk është se janë element këqij, por janë lojtarë të cilët nuk e njohin mirë kampionatin shqiptar, sepse Tirana normalisht është një ekip 80% me të huaj. Nuk është se ka Tiranën lojtarët me gjak Tiranë, si e themi ne. Por nuk është Tiranë që ka qenë, sepse vjen keq se është depozitë, nuk duhet të jetë, ka bërë ndryshime trajnerësh, ka kthyer prapë trajnerin që ka bërë skuadrën. Është një skuadër e cila ka prodhuar lojë defensive më shumë se sa vitet e para. Ne jemi mësuar që Tirana ta shohim gjithmonë duke sulmuar. Unë i kam ndjek dhe në derbi, pash dhe në derbi, Tirana normalisht bëri shumë mirë në derbi me Partizanin dhe ishte një skuadër e cila luftoi fort, e cila normalisht derbit kështu janë të luftuara fort, por që Tirana u tregua më komgurse dhe më dinake, sepse edhe duke pritur gjithmonë dhe Partizanin dhe në blok të ulët, dhe duke nisur më shumë, duke pasur idetë e kundrasulmit dhe rrugdalëve të topit me pasime të gjata, normalisht që bëri mirë. Por unë mendoj se këtë mënyrë loje, kjo duhet ishte bërë që në fillim. Tirana është një skuadër e cila është ndërtuar, duhet të jetë e kujdesshme në të dyja fazat e lojës, si në fazën sulmuese, si në fazën mbrojtëse, ashtu dhe në fazën sulmuese, duhet të ketë gjithmonë ato idetë e veta të lojës, por që duke ditur dhe madhështinë që ka, normalisht është një skuadër ku gjithmonë do të vendosë rrezik. Vetëm këtë vit ka qenë pak më e pa avantazhuar se vitet e tjera. Mendoj se Tirana do të shkojë deri në play-out, do të prekë play-outin ose do të mbijetojë, sepse nuk mund pranohet më dy herë që Tirana të vijë nga kategoria, sepse do jetë një, nuk e di, nuk di si t'ia vej emrin, do të jetë një zhgënjim shumë i madh si për klubin, po ashtu dhe për tifozët dhe ambientin që rrethon. E qartë, Ergjys, faleminderit që ishe në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.